Prej atje deri këtu në Fushë Kosovë. Po kishte mbeturina ndërkund rrugës? Nuk pash mbeturina, me sa duket kanë marrë një aksion. Të paktën pas dite, apo në mbrëmje kështu, dhe kanë raportuar qytetarës, cilët shpesh herë dinë të jenë dhe gazetarët dhe policët më të mirë, të cilët gjithmonë janë gatshëm për të raportuar çdo problem që mund ta kemi qoftë në kryeqytet, por edhe në vende të tjera. Kemi të reja diçka në këtë aspekt? Po, pikërisht, kjo është lajmi i parë që do e sjellim për shikuesit e programit të mëngjesit, sepse mbrëm vonë ka nisur pastrimi i kontenjerëve të stërmbushur në kryeqytet. Gjatë ditës, në një intervistë për Ekonomia Online, kryeshefi i Ndërmarrjes Publike Pastrimi Petrit Reqica tha se kompania ka mbetur pa naftë për shkak të borxheve të mëdha ndaj furnitorëve dhe deponisë së Kosovës. Një arsyetim goxha interesant, dje patëm lajme se si do të ndalohet një aktivitet i tillë për shkak të borxheve të mëdha që Komuna e Prishtinës i ka kompanisë së pastrimit. Por e shohim në rrjetin social Facebook kryetarin aktual të kryeqytetit Përpari Imrana, i cili ka qenë goxha aktiv dje, nuk e dija ka qenë fizikisht në secilin prej këtyre deponive të le të themi të rritura ose të grumbulluara gjatë ditës, sepse konsumi është enorm në kryeqytet dhe kemi pa që secili prej koshit të mbeturinave ka qenë i stërmbushur dhe e shohim që sipas tij sabotazhi nuk ka kaluar dhe si i tillë është pastruar Prishtina me një farë forme, ndonse jo në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse vlen të ciket që dje kemi pas edhe personalitetet të mëdha që vinin nga Këshilli Evropian dhe padyshim që e ka pa një gjë të tillë dhe zoti Kosta nuk ma merr mendja që ka arrit mi ik ton ati burllogu atyre mbeturinave të cilat fatkeqësisht dje ishin në kulminacionin e tyre. Vlen të ciket që mbrëm ka pas edhe një koncert në cilin kryetari aktual ka pas me i prit persona që kanë mbajt koncertin, por për shkak të situatës alarmante me mbeturinat e ka ndalu një pritje të tillë. Pak u bon dhe mbeturinat shkaktarëve me ndalu pritje të tilla. Po. Dhe me të vërtetë një imazh shumë i keq se përmende që ka qenë gjatë ditës djeshme Antonio Costa në kryeqytet, një imazh i vrasht dhe shumë i keq. Edhe për neve që jetojmë këto, nuk na bën mirë shëndetit tonë, por veçanërisht nëse i japim botës një imazh, një pamje të tillë, atëherë ku jemi ne që kërkojmë të futemi në Bashkimin Evropian dhe të antarësohemi në organizata kur si kemi kryer elementare të shtëpisë. Me shpresën që nuk do të raportojmë lajme të tilla. Inshallah. Ndërkaq miqdashur, gjatë ditës së djeshme ka bërë bujë një aksident i cili ka ndodhur në rrugën Prizren-Morin, ku një 32